ky është një qëndrim i prerë kundër dhënies së autorizimit për arrest të një deputete dhe është po aq parimor dhe i domosdoshëm sot sa që është edhe një qëndrim paralel i prerë në mbështetje plot drejtësisë për të hetuar, gjykuar, vendosur e pa trysnuar nga pushteti ekzekutiv apo shumica parlamentare. Mosdhënia e lejes për arrest nuk është trysni, është thjesht kryerja e detyrës tonë. Vinit na kërkoni këtë, nuk keni kushtet për të pasur pranimin tonë. E arsyetuar ligjërisht, bëri mirë apo bëri keq kryeministri që refuzoi publikisht dhënien e autorizimit të arrestimit të Ballukut. Pra arrestimin e Ballukut më saktë. Së pari duhet të nënvizojmë diçka shumë të rëndësishme që të kuptoj qytetarët shqiptar se si do të mbaj qëndrimin edhe unë, po edhe të flasim me fakte konkrete se si zoti Rama ka mbajtur qëndrim për drejtësinë e tij. Sepse në rast se themi për drejtësinë e pavarur, e paanshme dhe i tretë që gjykon mbi provat, nuk kemi në këtë parim, jemi në parimin ku vetë zoti Rama ka thënë vazhdimisht që unë përgëzoj SPAK-un, ne nuk do të marrim në shqyrtim duke provat apo kërkesat e SPAK-ut, ne nuk do të bëjmë avokatit e askujt, ne nuk do të bëjmë punën siç është bërë në kohën e atërshme kur drejtësia e plepave të një ndërhynte në punët e asaj që ne themi në punët e gjyqësorit, politika u përfshinte her pas here. Prandaj ajo çfarë zoti Rama tregoi te komisioni i tij parlamentar, pra ose më mirë te grupi i tij parlamentar, dyshoj për sa i përket vendimarrjes, sepse vendimarrja ishte e zotit Rama, jo të grupit parlamentar, ai thjesht mbajti një fjalim. Por nga ana tjetër duhet keni parasysh që zoti Rama sot nuk është në koherencë me atë çfarë thoshte në 2022-2025. Se mos harroni ju edhe faktin se zonja Balluku ka qenë në zëvendës kryeministër dhe ministri infrastrukture dhe autorizimi ka një pjesë procedurale të tej zgjatur në krahasim me zotit Ahmetaj, kur zoti Ahmetaj ju dha menjëherë autorizimin duke fol zoti Rama në një emision televiziv dhe zoti Dumani vajte aty dhe bëri vetëm një veprim procedurial. Pra ju duhet kuptoni vetëm këtë gjë, me drejtësinë e zotit Rama, ai duke mos qenë koherent në ato çfarë thoshte 2022-2025, sot ne kemi për herë të parë që qeverisja e tij, por edhe Partia Socialiste marrin përsipër të mbrojnë zonjën Balluku dhe të bëjnë avokatët e asaj që ne kemi thënë vazhdimisht që drejtësia duhet të jetë e pavarur, e paanshme, por ajo faktua që drejtësia në asnjë moment nuk ishte as e pavarur as e paanshme, sepse pikërisht zoti Rama sot vjen edhe bën jo vetëm rolin e gjykatësit, por vjen edhe dhe jep edhe një vendimarrje që mos të japi autorizimin e kërkuar nga SPAK-u, nga drejtësia e tij. Pra, heqim nga vëmendja drejtësia reale që duhet të jetë dhe shkojmë tek drejtësia e tij që ai nuk e lëshon jo vetëm zonjën Balluku, por nuk lëshon asnjë person që është rreth vetes, jo për siguri. Kërkesa për arrestim është një drejtësi reale? Jo, nuk është një drejtësi reale, sepse pas ka të drejtë Rama drejtësia nuk është reale në kuptimin e zotit Rama. Edhe një herë, flasim për drejtësinë që zoti Rama ka besuar. Për këtë drejtësi flasim. Pra ne nuk mund ta shtrim. E besoj në rastin Tahiri, e besoj në rastin Ahmetaj, e besoj në rastin Beqi, e besoj në raste të tjera të njerëzve. Besoj vazhdimisht për zotin Meta, për zotin Berisha, për atë artën e Peshkut. Po ti marrim të gjithë për Dakon, të gjithë këta besoj tek ajo drejtësia e tij, drejtësia e Partisë Socialiste. Pse u trajtua besimi? Tek rasti e zonjës Balluku është sepse zoti Rama don të tregojë tek Partia Socialiste që shiko, këta mund t'i kem lëshuar për shkak të rrethanave të ndryshme, që të kujtojmë që jemi republikë prokurorësh, por tani erdhi momenti të kujtojmë që jemi republikë parlamentare. Çfarë deshi zoti Rama? Të hiqte opozitën, pra zoti Berishën dhe zotin Meta, të psonte një goditje dhe nga ana tjetër donte të tregonte edhe këtë grupi i zotit Veliaj që unë nuk kisha çfarë të bëja se ti je kryetar bashkie, por përderisa më erdhi këtu mua situata e zonjës Balluku, unë do ta mbroj deri në fund sepse është pikërisht Partia Socialiste ajo e cila ka perceptim të ndryshme për drejtësinë. Pra, nga ajo realja, nga ajo e imagjinare të Partisë Socialiste. Ku është drejtësia reale që zoti Rama besonte? Një person i cili ka ndërtuar pa leje duhet futet në burg. Një person i cili ka
parkuar makinën 2 fish duhet futet në burg. Një person i cili nuk ka paguar drita duhet futet në burg. Një person i cili nuk ka paguar ujin duhet futet në burg. Një person që s'ka paguar taksën duhet futet në burg. Pra, e kuptoni se si zoti Rama e ndryshoi totalisht qasjen e tij me drejtsinë e tij që i kishte të reale për të tjerët, për qytetarët e zakonshëm, përfshi dhe Partisë Socialiste, sepse unë mendoj se ata që s'kan paguar drita edhe ujin edhe gjithë këto janë pjesë e Partisë Socialiste, kanë votuar Partisë Socialiste, janë krenar me zotin Rama, por sot zoti Rama doli dhe tha, unë do të mbroj drejtsinë që unë kam perceptuar, ndërsa drejtësia për ju të tjerë është kodi i ri penal që mund të vi, që do të ndëshkojë çdo qytetar shqiptar me parti apo parti. Pra e kuptoni që zoti Rama nuk ka koherencë në qëndrueshmërinë e tij, dhe vetmja gjë që zoti Rama ka në mendjen e tij është drejtësia e tij, është manuali 1944, 1976 dhe vius, që të kuptoni se si zoti Rama e percepton drejtsinë. Dhe duke qenë në këto kushte për drejtsinë e zotit Rama, po zoti Rama tani e tutje, luan një lojë sepse ju erdhi qëllimisht nga zoti Prençi. Pse? E mori të pandehur zonjën Balluku, ndërkohë duhet ta kishte marrë detyrim paraqitje dhe ta kishte ndaluar. Pastaj zoti prokuror shpjegoj Spaku këtë në mbledhje. Jo, po ta shpjegoj. Shpjegimet e Spakut janë thjesht procedurale, të kuptojnë qytetarët që shiko kemi edhe një Z. Spaku e shpjegoi tek imuniteti dhe tha, nuk më intereson mua çfarë thot Spaku, sepse Spaku është organ kërkues dhe kërkon, dhe unë duhet të them nuk më intereson qëndrimi i Spaku, sepse Spaku nuk është drejtësia, është një organ procedurial, mbledh prova. Duhet keni parasysh diçka, ju e mbani mend shumë mirë, dhe para se të merra zotin Meta dhe para se të ndodhte kjo rasti me zotin Rama, duhet keni parasysh qëndrimi im për Spakun dhe mënyrën se si operon. Dhe si zoti Rama e ka mbështetur vazhdimisht Spakun, jemi në situatën që jemi sot, ku zoti Rama na ka dhënë lajmin e fundit që ne sot ta diskutojmë në studio. Pra do të thotë, mungesa e koherencës tani e tutje të zotit Rama është një betejë e brendshme në Partinë Socialiste dhe jo e brendshme në drejtsinë. Ndërsa sot që ne po diskutojmë, zoti Rama e ka marrë nga Partia Socialiste edhe e ka përcjell tek studiot edhe këtë drejtësia e gjerë, të drejtësia të cilën ai ka perceptuar gjithmonë mos mandat drejtsinë që zoti Rama, Partia Socialiste ka perceptuar tek publiku. Faleminderit Zhlima. Kemi edhe çështje të tjera që do të diskutojmë. Karanja, çfarë ka ndryshuar ndër vite? Nëse kujtojmë Ahmetaj, nëse kujtojmë Ilir Beqen, nëse kujtojmë Samir Tahirin e të tjerë eksponent të Partisë Socialiste, çfarë bëri kryeministrin, po themi, të ndryshonte këtë mendim? E arsyetuar ligjërisht kishte të drejtë kryeministri, thoshte që nuk japim autorizimin dhe janë në gjendje deputetët e Kuvendit të Shqipërisë apo vetë kryeministri të arsyetojnë ose të analizojnë atë se çfarë përmban kjo dosje në fakte dhe prova? Në rastin konkret, është Kuvendi i cili jep autorizim. Pra, fakti që ligjvënësi vetë në nivelin 289 kodit procedurës penale parashikon përsëritjen e kërkesës kur të rrëzohet një herë, tregon që Kuvendi është kompetent, pra organi ligjvënës është kompetencë ekskluzive e tij. Ka pasur interpretime gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë me rrëzimin ose më saktë kur vendosen masat e sigurimit është bërë një interpretim. Pra, domethënë do t'i hyj Kuvendi provave apo jo, apo do thot thjesht domethënë që ekziston një dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova dhe pa hyj prova, kjo është gjë tjetër. Kuvendi, kjo është kompetencë ekskluzive e cila i përket Kuvendit. Në lidhje me masën e sigurimit për zonën Balluku. Mendimi im personal që ne kemi shprehur edhe herë tjetër, jemi kundra personalisht për Ballukun, për qytetarët shqiptarë dhe për këdo. Jemi që për masa arrestit në burg të aplikohet kur çdo masë tjetër sigurimi është e papërshtatshme. Mendoj që arresti në burg që është kërkuar për mua personalisht është mendimi, nuk jam dakord. Mund të jetë një masë tjetër e ndryshme, duke pasur parasysh një. Është grua e divorcuar, është vetëm ka arrest në shtëpi Karanja, por është arrest. Po pra, marrim rastin më të mirë të arrestit, por thjesht do ma lejoj, po është drejtësia e tyre zoti Karanja. Pse duhet të jemi drejtësia e tyre? Ky është standardi i drejtësia e tyre. Bëni këtë gabim. Pse ndodhi kjo gabim? Ideja është e tillë, ne flasim për mendime, un kam qenë gjithmonë koherent dhe unik për sa i sigurt që jeni koherent, po është drejtësia e tyre. Tani drejtësia e tyre mund të ketë luhatje amplitudash, një herë tensioni i lartë, një herë tensioni i ulët.
ndaj kujt kërkohet masa arresti. Jo. Jo, në varësi ndaj qytetarit, jo, ka që pa Karanja përkthehet, siç e përkthej unë, ndaj kujt kërkohet masa arrestit. Tensioni ulët. S'pati tension për Tahirin, për Ahmetajn, për Beqan. Te Balluku tensioni lart 220 volt. 220 ose edhe më shumë se nuk e di sa shkon, po 220. Ose tensioni mesëm që është me 3 fibra me 6 kV. Problemi është që mos shkoni të punën të ushqerjen ai. Jo, se bën mas të fortë 6 kV. Tash kam idenë mund të jemi edhe ndoshta tek tensioni akoma më i lartë, tek ato shtyllat e tensionit lart që njëra prej tyre ushqem tek rruga që po bëhet tek rruga e Elbasanit. Tani, shifet një përjashtim. Pa si u mbajt ky qendrim këtu dhe këtu është. Atëherë kjo duhet analizuar. Këtu jemi. Tani, ne si avokat, edhe nga pana avokat, po edhe qëndrimi personal, temi shqyqy që është bërë pozitive. Pra, po shikohen të paktën, u gjet një shkak, patur u gjetë, sepse tashi ka ndryshuar diçka, pse është bërë kjo, tjerët janë shu dhe ky nuk është shu, është gjetur një shkak. Por ne, duke parë në funksion të qytetarëve, themi që shqyqyr që po ndryshon praktika për qytetarët. Do kemi ke çështja e kërkesas për masë të sigurimi dhe është çështja Sadushi, domethënë kryetari Sokol Sadushi, kryetari i gjykatës së lartë, që ka bërë një kërkesë për të analizuar se si do duhet të vendoset masa e sigurimit arrest në burg apo masas e arrest shtëpi dhe tyrim paraqitje. Po do ta diskutojmë më gjëra aty. Jo, se kjo ka lidhje këtu se lidhet edhe me raportin, sepse u diskutuar në mbledhje që Këshilli i Evropës ka thënë që jemi pra te raporti, një pjesë diskutohet edhe për masat e sigurimit. Këshilli i Evropës ka thënë që jemi shumë brapa, kemi aplikim të gabuar të masave të sigurimit, arrest në burg, zgjatje paraburgimit e të tjerë. Dhe u gjet ky moment që u shtun edhe këto tjera. Por ne duke parë anën, pra ka anën, pra ne kemi të paqartë pse u ndryshu praktika, që do ta diskutojmë këtu. Por nga ana tjetër, ndryshimi i praktikës është edhe për të mirën e qytetarëve, pra ka anën pozitive. Unë shoh anën pozitive, që qytetarët patën të mos rrinë më burgjeve, ose më saktë u bë për këtë të bëhet dhe për të tjetër, se mund të ndodhë bëhet për një person dhe qytetarët vazhdojnë burgjeve prapë. Unë mendoj që këtë spaku e ka parasysh Karanja, sepse do ta diskutojmë dhe çështën e raportit vjetor të 2025 të spakut, që thotë kemi ulur, thotë me 50% masën e sigurisë arrest në burg. Dhe referuar kësaj se çfarë ka ndodhur vjet, unë po marr që shikoj se spaku është koshient për masat e sigurisë. Është koshient që nuk duhen aplikuar masat e arrestit me burg në mënyrë masive, është koshient përsëris, por në rastin Balluku këmbgul spaku. Tani, lidhje me spakun. Këtu e kam unë. Unë me spakun them në gjitha rastet, aplikimi i masave sigurimit arrest në burg nuk është se i bën spaku, ose edhe në rrethet gjyqësore. Kemi një praktik të formuar në vite. Pra kemi një praktik të formuar në vite që për këto vepra duhet të jesh arrest në burg. Pra është një praktik. Pra nuk është problem që spaku përbën për zonjën Balluku ose për zotin Ahmet ose një zyrtar tjetër lart, po bë përjashtim. Ka qenë një praktikë dhe ato po zbatojnë praktikën. Madje po ndryshojnë praktikën të jenë gjendje të lirë, pse e bëre? Pse ndryshove, siç po diskutohet tani. Pra, detyra e ligjvënësit, sepse këtu ligjvënësi pavarësisht se flitet për imunitetin, është ligjvënësi që thotë nuk ta japim. Atë e ligjvënësi që bën ligjin territorin e Republikës së Shqipërisë duhet të shohë dhe kushtet e kriteret e veçanta për saktimin e masës arrestit në burg. Pra duhet të ndërhyjë vetë ligjvënësi. Duhet të shohë që populli shqiptar sot, popullsia është paksuar dhe numri i burgosurve dhe të paraburgosurve është shtuar. Pra ka diçka që nuk shkon. Dhe ligjvënësi, parlamenti ka fajin e tij për sa i përket mbushjes së burgjeve me shqiptar. Pra burgjet janë mbush me shqiptarë. Shqiptarët sot po dërgjën burgjeve për veprat të cilat mund të ndiqeshin edhe në gjendje të tjera. Ka që se do ta diskutojmë, po më duket ndonjëherë shumë hipokrite gjë nga ana e politikës që kur ju djeg atyre vet, kujtohem për dhimbjen që ka përjetuar ndër vite çdo familje shqiptare me antar të familjes, të cilët janë detyruar të përballen me drejtësi me masën e arrestit. Po shqyr që i nodhi këtyne, shqyr zotish Dhima që i nodhi këtyne që e kanë bërë vetë reformën drejtësi, e kanë votuar ato, e din vetë kush e kanë votuar. Çfarë kanë votuar vetë tani ta mbarë. Tani po i bi gjylja kokës vetë. Bravo. Pra ato gjylja kanë tek muvarët e barit. Ku është qytetari shqiptar, viktim e çdo lloj tek çështja Sadushi. Dhe çdo lloj përfitimi të padrejtë që ka ndodhur gjithmonë.